Shkarkime masive në administratën federale amerikane. Shtëpia e parë ka njoftuar fillimin e shkarkimeve masive të punonjësve federal në kuadër përpjekjes presidentit Trump për shtuar presionin ndaj ligjvënësve demokrat, ndërsa mbyllja e qeverisë amerikane shutdown vazhdon pas një zgjidhje në horizont. Zyrat e menaxhimit të buxhetit njoftojnë se një raport gjyqësor se mbi 4.000 punonjës federal do të pushohen nga puna, duke cilësuar situatën buxhetore si të paqëndrueshme në ndryshim të shpejtë. Ndër agjencitë më të goditur janë Departamenti i Thesarit, mbi 1.400 punonjës të pushuar, Departamenti i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Sociale me rreth 1.100, Departamenti i Strehimit dhe Zhvillimit Urban me mbi 400, po ashtu Departamentet e Arsimit, Energjisë, Tregtisë, Sigurisë Kombëtare dhe Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit (EPA) do të përballen me qindra shkarkime të tjera. Ende nuk dihet se cilat programe konkrete do ndërpriten. Ky veprim konsiderohet shumë ekstrem, se çdo presidenti më parshëm gjatë bllokimeve qeveritare në Shtetet e Bashkuara dhe ka përshkallëzuar përplasjen politike në Shtëpisë së Bardhë të Kongresit, ndërsa bisedimet për kompromis janë praktikisht të ngrira. Ndërkohë, presidenti Trump autorizoi Ministrinë e Luftës, Pentagonin, që të përdor $8 miliardë për pagesat e punonjësve të ushtrisë.